vjen keq se kam një sekret që nuk ju kam tregu ma herët. Por unë jam njeri i tretë ma i pasur në kretë botë. Edhe e kam prit shumë vitet për misioni im me investu në Kosovë. Mas pare, le të blejmë monumentin e Skenderbeja. Me kënë mu i me folë? Me mua. Kjo shqitet hec. Sa? Hec shqitet. Sa? Hec. Veç thjesht du me blej bredhin, edhe me lanë qështu qëshërës, mos me prej kur. Është një doj ndim humanitar, faktikisht. Për ato nuk jam kompetent. Mund është me presidentët i me kontakt. Qa hi e interesu, qka me investu? Me blej, por amisi. Ate, masha. Për shambo të jap 10%. Sëm kona. Vish më mlidh me shefin. Ja. Kush është shefi këtu? Kush është shefi? Që qaj kuti zë? Ate, masha. Në kanë dojnë mu taku? Shefin të është projekt për me shqit në parlament, faktikisht. Me blej parlamentet? Po, veç ndërtesa. Ndërtesa? Me që përshma investitë të përmenat kjo? Gjemana me blej. Me blej? Po parlamenti Me siguri ka çmimi edhe parlamentash, po privatizimi është mirë për të mirë në popullit, faktikisht. Nëse na tuaj të A bimë... të më shko? Ku është ndërtesa AKM-s? Qka është kjo? Me ty? Ha? Kjo është po, kjo është kamermani imi. Mos gjiro. Në vdes për teshat. Burimi. Shumë mirë është kjo. Kjo është moda interesante, ha? Është 70s me luft. Vish, du me blejt Dandy, me blejt Taranova. Kush me blej? Ha, une me blejt. E kom blej une? Ti e prenar. Ne ja po bojmë pazar. Ate, masha. Ju shqiptarët jeni kokë fort, po... Vallaj, Rregulloj këtë punë, vallaj. unë e kam ministret, do e kam ministret. Ku duhet ta kish ministër se pa kolem na, kish mëres me blej hec.